që Oltion Bistri ka kryer me porosi të asaj dhe të Edi Ramës, të ambasadave, të institucioneve, të drejtuesve dhe ministrave të qeverisë socialiste, Lubia tani ju ka imponuar atyre. Omerta, kodin mafios të heshtjes. Ajo nuk i ka kërcënuar ata dhe nuk i kërcënon me plumbin mazveshje apo nullet ballit, por me dosjen publike pra gjithë shqiptarve, me të cilën ajo është aftë të pres çdo karrierë të tyre. Ndaj dhe ata, si që keni vure ju, mbaj një heshtje totale. Janë pra këto rrethana të cilat bëjnë që Lubia jo të mos mendoj për dorëheqje, po të kërcënoj me ndërprerje karriere se cilin për atyre që do guxoj të punoj kundra saj, ju rezervon, zotohet të rezervoj fatin e Lali Vjedhësit. Lali Vjedhësit. Kjo është gjendja sot në partinë e krimit. Së fundi, ka patur gjithnjë debate se kush qëndron prapa ose në pronësi të sipërmarrjes Integrated Energy BF-SPV. Kemi paralajmëruar në mënyrë të përsëritur se ata janë zoto dhe mërtirë janë thjesht shpifat e përdorur për të mbuluar pronar të vërtet kësaj sipërmarrje. A mund të imagjinoni ju, pas shpenzimit në total të rreth 400 milion euro dhe dështimit të plot absolut të Integrated Energy SPV, pas kësaj, pas mungesës totale të djegësit për Tiranën, pas mos funksionimit të plot të llamarinave të instaluara në Elbasan dhe në Fier nga Integrated Energy, kjo normali është e paprekshme. Për Altin Troplinin, nërmarja është e paprekshme. Dhe këtë nërmarje, kjo është e paprekshme, jo se është kur për shkak të zotos dhe mërtirit, por se nërmarja ata në vetëm personome. Nërmarja është Rama me të tjerë, është Edi Rama me të tjerë. Le të referohemi, kam sjellë këtu një fakt. Po. Me datën 2/4/24,
Këshilli Ministrave dhe Këshilli Kombëtar i Territorit miraton vendimin për lejen e ndërtimit për të zgjeruar kapacitetet të depozitimit të mbetjeve të ngurta në zonën Kaqe-Aq me vendodhje Bashkia e Tiranës me subjekt zhvillues Shoqërinë Integrated Energy BV SPV SHPK. Pra, ky vendim mandaten edhe njëherë 2/4/2024. Por leja e ndërtimit e zgjerimit të fushës është dhënë 8 muaj më vonë. Pra, kompania e Dirams me të tjerë ka vazhduar punën 8 muaj e paguar nga buxheti i shtetit për të kryer ato që janë ngarkuar pa leje. Një lloj në një shkallë më të vogël, si tuneli i Llogaras, dhe siç do ta shihni ju, edhe si tuneli, edhe si aeroporti i Vlorës, për të cilin baca i vogël hodhi dritë në intervistën e tij mjaft mirë. Faleminderit. Kam një pyetje. Ka një flet thirrje për ju nga Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion për të paraqitur nesër në SPAK në cilësinë e personit që tregon rrethana dobishme